ke mbjell? Unë kam mbjell 3 dylym, grur. Mollën ja 3 elbën e korra, so do korr këtë grurin. Do ta mbaj ca ditë aty në shtëpi edhe pastaj do ta çoj në te Furbukës. E keni për ta shitur, për përdorim familjar? Vetëm për bukë. Me sa është kërkuar çmimi i grumbullimit grurit këtë vit? Nuk e di them drejtën, po problemi ishte kjo që unë për vetë time flas gjithmonë, kam mbjell vit për vit grur. Edhe kam çuar aty ke Furbukës në Ngurrës. Sa sasia që ke marrë? 14, 15 me 3 dylym, 13, varet edhe çikës nga koha, nga stina. Çfarë lloj varieteti ke mbjell dhe a ja vlen? Këtë Victoria kam to vitet e fundit, këto kam mbjell, që është drejta. Ja vlen të mbjellësh grur në tokat tuaja? Po, sa për vete. Më shumë jo. Sa për vete. Se ta shesës nuk ja vlen. Për merë. A arrin të shitet gruri? E vështirësh. Nuk e bendat. Nuk ka, kush do ta marrin? Ajo se duhet në njëri 5 kujtal, 7 kujtal. Me çmimi aq që prapë. Pse i mbillni atëherë grur këto sipërfaqe? Po për vete gjithmonë, po mos ta blesë mund vete po të marr 2 bukë bjellafja kanë më lapse vetëm mbi 800.000 lekë në vit. Kështu që në para se tani po ma kia edhe më shumë. Edhe më shumë. Sot me këto çmime dhe me këtë kosto. Tani për nevojat e tona ja vlen se ne duhet mbulojmë ushqim në bukën dhe për përdorimin e gjaus gjallë. Dhe për shpesën. Për këtë po. Po për të shitur, unë për shembull që kam blerë si vjetë se s'pata 10 grur, ashtu e bleva me 3-5 me 40 kuintalin për shpesën dhe për gjën e gjallë. Dhe tani jam i detyruar elbin tim ta shes me 30, me 25, me sa të vej. Keni zëvendësuar tokat me elb në vend të grurit? I bëjmë qarkullim, bëjmë qarkullim. Po pse ndodh kjo, përveç qarkullimit dhe çmimet? Po çmimi është mohbeti se rritet çmimi i naftës. Po rrit çmimi i naftës, detyrimisht kombajneri do ta korri më shtrenjtë. Kimikët, plerat kimike janë më shtrenjtë. Kështu që mi pa kur korrim ne pastaj. Keni vend ku e magazinoni në shtëpi? Kemi cop kotexhe dhe i fuzim brenda një cop. Është njëll grur, po sipërfaqet e grurit janë pak të limituara, kurse sipërfaqet e elbit janë më të zgjerura. Në këtë elbin, fermerët zakonisht e përdorin për gjetë e gjalla, për përdorim vetjak, por unë që kam mbjell diçka më shumë edhe e kam shitur. Me çfarë çmimi? Çmimi i elbit sot është shitur me 30 lekë. Po gruri? Gruri 35 lekë. Ka filluar grumbullimi i grurit? Grumbullim këtu nuk ka filluar, po fermerët e kanë korrur dhe e kanë depozituar në magazinat e tyre. Përdorim pjesën që duhet për bukë ose për gjën e gjallë dhe pjesën tjetër e mbajmë për tregti. Si është cilësia e grurit? Gruri si vjet edhe elbi janë shumë të mbara. Nuk ka bervaki që të marrim mbi 50 kujtal elb për dylym, po edhe grur që kam shirë dje ka dhënë mbi 50-55 kujtal. Çfarë faras janë mbjellë kryesisht? Zakonisht mbillen farat italiane, Victoria, edhe ca farat të tjera që janë fermeri si vjet kanë hyrë te ne, kanë një cilësi kokre shumë të mirë. Po farat e vendit pse nuk mbillen? Farat e vendit nuk kanë rezultat. Ne Kështu kanë thënë, apo nuk gjinden? Jo, ka, po nuk ka rezultat, nuk janë rezistente, bien shumë, kurse fara e italiane është e qëndrueshme, 70-80 pond gjatësia. Çfarë duhet për grurin? Duhet shitur me një herë apo e mbajnë për vite të tëra në magazina? Çfarë i bëjnë? Ne që theti që kemi mbjell diçka grur, kemi shitur, e kemi shitur një magazin në Sabër, është një pano. Ja vlen të mbjellësh grur sot me këto çmime, me këtë kosto? Po tani është pak nafta, pak shtrenjtë, po s'dihet se si merr. Gjithmonë mbillet me shpresë. Me shpresën e Zotit i lartë, çfarë themi. S'ke ishe kot. Prit. Sa sipërfaqe ke mbjell me grur? 3 dylym pra. Se ishe kot që të mbjellësh. Pse?
Për që ka se nuk ka interes me. Juve ju faleminderit shumë. Sa lek është kërkuar Me gruri dëgjoj, për të vëllai. grumbulluar këtë vit? Ju faleminderit shumë që na pyesin ne fshatar se qa përvoje ose qa ankesat ose qa interesi kemi neve për të ushqyer. Sa të është kërkuar çmimi i grurit këtë vit? 20-25.000 është kuntali sot. 20-25.000. Çfarë do bësh me grurin? Që ndehet pulave. Edhe për pule dhe për lopë dhe për kalin. Po pse e ke mbjell kur nuk ka leverti? Ja për maj kalin, ka fsha që ky do 2 kg, shikon këtë llojti, do 2 kg koncentrat në ditët. Që ta mbash, si ta mbash. Zonja, më falë se aty, për të lyrë, që të rrinjë bukur, do lyr me bojë.